Vesh një shembull. Hazreti Uthmani radiallahu anhu tregtar i madh. Në kohën e Abu Bekrit ndëruar vëllezër, pas ka qenë një vit urije, ku kanë qenë të vdek musliman pa buk. Ku kanë shku njerëz te Abu Bekri, ku kanë anku po dojnë me vdek fëmia uni. A ka buk. Khalife, kryetar Abu Bekri. Nga çaj bisikletë. Çato dit Uthmani ibn Affanit po I vjen një karavan 1000 deve me mall prej Shamit. Kur po hin me Medinë 1000 deve nuk po jet Medinas. Gru as burr as mi pa ngo te tregtia, pa ngo te karavanat. Se aty është ushqimi, aty është buka. Edhe kashi aty në pomojnë tregtarët më të mëdhenj Medinës me ble mallin me shumicë me shit me pakicë. Qysh bëhet asad? Me ble pe Uthmanit me shumicë e me ashit popullit me pakicë, edhe normal unë gjithë. Çmimi me shumicë ma lirë me pakicë ma shtrejt. Edhe po hin tregti me Uthmanin radiallahu anhu. Po I thot, a keni ju më pagu? A keni ju më pagu mu? Po I thojnë po. Po thot, sa pagesa jote? Thot, është 2 fish. Çmimi 2 fish. Thot, ta dhom 3 fish, ta dhom 4 fish, ta dhom deri sa shkon 10 fish. I thojnë Uthmanit, wallahi s'ka burr në këtë botë të jap 10 fish. Thot, atëherë ky tregari pra se ka dikush mi ka dhon 10 fish. E kam njetë kësaj here mi adhon ati 10 fish. A dini kush e ka dhon 10 fish? Zoti madhnushëm. Një e mirë të Zoti është 10 fish paguhet. 1000 deve me mall I ka dhon sadak për Zotin, nuk u met fëmijë as gru as burr me dini si ka shku buka. Që ta janë burrat e këtij umeti që na kena bërsh me I pasu, edhe me I trashigu, edhe me I përsërit këtë ngjarje me izin Allah, edhe besoj që وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتي الضجر سنمسح عن كل جرح